Ndërsa pritet që mandati për formimin e qeverisë së re t'i kalojë LSDM-s Zoran Zaev si partia e dytë në zgjedhjet e 11 dhjetorit pas dështimit të Gruevskit për të gjetur një marrëveshje me shqiptarët, forca e tij politike është hedhur në sulm. VMRO ka kërcënuar se çdo rrugë tjetër përveç mbajtjes së zgjedhjeve të reja të parakoshme do ta çonte vendin në destabilitet. Përmes një njoftimi për mediat, VMRO informoi mosarritjen e marrëveshjes me BDI-n e Ali Ahmetit, gjë që u konfirmua edhe nga zëdhënësi i forcës politike shqiptare Bujar Osmani. Nuk kemi për momentin argumente të mjaftueshme për të përcaktuar për njërin nga 5 opsionet të cilat I kemi shtuar në tavolinë, ashtu që do të vazhdojnë debatet dhe konsultimet edhe në ditët në vijim. BDI nuk ka mundur të dalë me një qëndrim pas disa orësh mbledhje të kryesisë së saj dhe ende nuk dihet se cili do të jetë qëndrimi I forcës politike të Ali Ahmetit. Nëse do të pranojë një koalicion me LSDM-n, do të jetë për zgjedhje të reja apo do të qëndrojë në opozit. Vet Zaev nuk është deklaruar pas skatimit të afatit kushtetues të Gruevskit për koalicionin qeverisës, ndërsa më herët kishte theksuar se qëndrimet do t'i shprehte kur të marrë mandatin për formimin e qeverisë.